أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Tema e 18 turpi minjera e punëve të mira ose e virtyteve të moralit. Për me pas një përmirësim që duhet me mendu njeri është me shiku sa është ndjenja e turpit e fuqishme të aj. Dhe nëse vëren që ndjenja e turpit është e dobët, atëhere shumë edhe do punë do t'jenë rezultat, do punë të këqija, do t'jenë, në me thonë, rezultati që kësaj mungesës e turpit të njeri. Pra turpit çka është një vepër e zemrës. Se njeri, dhe me thonë, janë nisë për mrena njerë, nëse nuk e ndjenë të jatë turpin, për mos me bo një punë të keqe, vepra ajo është rezultat. Është një degë e imanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, imani është 70 e disa degë. Ma e nalta është fjala la ilaha illallah, ma e ulta është largimi i pengesës nga rruga, ka thonë, dhe turpi është një degë prej imanit. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka tregu 3, në thonë, shembuj të veprave të njerit. Se njeri ose do t'i bëj veprat e tij me zemër, ka veprat cilat kryen me zemër, sinqeriteti, në me thonë shpresa, mbështetja dhe Allahu subhanahu wa taala, këto janë veprat zemrës, dashuria ndaj Allahut, dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, frika për Allahu subhanahu wa taala. Edhe ose do t'i bëj veprat me gjuhën e tij, sigur se është me thonë shahadetin, me urdhnu punë të mira, me ndalu prej punëve të këqija, me lexu Kur'an, me bë dhikr, ose do t'i bëj veprat me gjymtyrën, me gjymtyrët e tij, me dur, me kam, do të me heq, për shembull ka nevojë zjareti të afërmëve, me çka bëhet? Bëhet me trup, si pashkuagje ose haxhi për shembull. Ka nevojë për lëvizje, namazi është vepër që krihet me gjymtyrë kështu me radhë. Pra kur thotë pejgamberi imani është 70 e disa degë, edhe i ka prupi si cilës, në me thonë, punë nga një shembull. Prej punëve të zemrës e ka përmend turpin, prej punëve të gjuhës e ka përmend fjalën la ilaha illallah, dhe prej punëve të gjymtyrëve ka përmend largimin e pengesës nga rruga. Normal, këtë temë ne do ta trajtojmë nëpërmjet disa haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që i ka përmend, janë një 7-8 hadithe që i ka përmend. Janë më shumë ato, po këtu që i kam përzgjedhur ne për me fol. Thonë kjo është hadithi i parë. Hadithi i dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shef njërin nga ensarët, i cili e ka qërtu vllajën e tij për arsye se ai ka qenë shumë i turpshëm. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëgjon, i thon, po shumë be marrë kije ti, shumë kështu shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, lene se marrja nuk sjell kur gjë tjetër përveç se mirësisë. Përveç se mirësisë. Mirë, e çka është definicioni i marrës ose i turpit që vjen? Çfarë është definicioni? Çka është marrë? Turpi është një sjellje, ose të themi një virtyt i moralit, i cili të shtin që të stolisesh me vepra të mira dhe të, në thonë, ruhesh, të mënjanosh nga vetja cilësit e këqija. Që kjo është turpi të cilin e do sheriati. Se shpesh herë njerëzit mundën me thonë, për shembull mi thonë, pse s'falesh, thotë valla më vjen marrë. Ka njerëz për shembull, s'hin xhami si vjen marrë, por do të më këshirin krejt mu. Ose për shembull, pse
nuk e bën ndonjë vepër të mirë. Pse nuk e vete për shembull hoxhën ose dietarin e fesë, thotë më vjen marrë. Kjo nuk është turpi i cili është i lavdruar në fe. Kjo është quhet gjuhësisht turp, mirë po nuk është ai turpi sheriatik. Se të vërtetat i munden me qenë të vërteta gjuhësore dhe të vërteta fetare. Ne po flasim për të vërtetat fetare. Sikur se për shembull fjala zekat. Në gjuhë do me thonë pastrim fjala zekat. Mira më në fe nuk do me thonë pastrim. Për fe do me thonë një përqindje e caktuar që u merret pasanikëve të muslimanëve dhe ju jepet të varfëve të tjerë. Kjo është e vërteta fetare e definicionit të zekatit. E thasha, ka lidhje apo pse u quajt, domethënë pastrim, ka kuptim mes kuptimit lidhshmëri midis kuptimit gjuhësor dhe kuptimit sheriatik. Pra, shpeshherë njerëzit turp e quajnë ndonjëherë edhe lënien ose braktisjen e punëve të mira. Tu thu për shembull, duhet me dal pi autobusit edhe mu fal atje më në qash. Mirë po dikush thotë jo se më vjen marrë mu fal, unë nuth, mu fal në park, mu fal në rrugë, mu fal xhade, thotë vjen marrë. Kjo s'është marrje e lavdrume. Kjo është marrje, mirë po nuk është një marrje në të cilën na nxit sheriati. Sheriati na nxit në një cilësi e cila na frenon nga të këqijat dhe na shtim mu stoliz dhe me përvëcu të mira. Që kjo është turpi, domethënë i cili po që se kultivohet, të themi në thojza, kështu kultivohet në zemër, po që se njeriu këto kuptime i rrënjos në zemrën e tij, ka me pas shumë rezultat. Në fakt, mos me ekzistu kjo cilësi, se njerëzit e kanë atë turpin në grada të ndryshme. Edhe pi njerëzve me të ardhë marrë, edhe kjo nuk ka cilësi e keqe. Ka dikush për shembull ndoshta nuk ka besim, nuk është fetar. Mira mos, sebeb njerëzve nuk i bën të punë fshija, se mos me paskon turpi, njerëzit kishin dalë në kuriç për udhë. Fjalën nuk e kishte majt kërkush. Njerëzit kishin premtu, kishin rrejt, siç respektu ma i vjetri, siç respektu misafiri. Do me thonë, çka s'kishin bon njerëzit me vdek marrja. Sikur se dikuni, për shembull, ka do vende botës, për shembull, nuk ekziston marrja. Nuk ekziston marrja. Njerëzit dalin, do me thonë, pa tesha, njerëzit ndoshta bëjnë punë, do me thonë që normal nuk i ban njeri. Se njeri, sikur se thot Ibn Qayyim Allahu më shirof, do me thonë, dallohet pi kafshëve me turp, se kafsha nuk di, asnjë kafshë nuk ka që di, do me thonë, me ardhë marrë. Se kafshët kanë disa instikte, din diçka. Shumë kafshë din për që mu kujdes për të voglin e saj, din mu kthit e shpijeve, din me kërku ushqimin e vet, din edhe në atë formë, sikur Allahu i ka kriju. Mirë po, marrë nuk mundesh me gjetë një kafshë e cila turprohet. I vjen marrë. Kjo është cilësi e njerit. Dhe sa ma shumë që njeri ka marrë, qaq ma i plotësum është si njeri. Sa ma pak që ka marrë, qaq ma afër kafshëve afrohet. Qaq ma afër kafshëve afrohet. Për qatë, do me thonë, edhe jeta e plotë, se arabisht i thënë turpit haja, me hemze në fund. Ndërsa jetës i thënë haja me ta në fund, që s'lexohet, bëhet hë. El hajatu është jeta, el hajau është turpi. Pse se thënë, e njëta rrënje fjalës se jeta e vërtet e besimtarit është jeta, do me thonë, gjallëria e vërtet, do me thonë, e zemrës, gjallëria e vërtet e zemrës vjen nga turpi. Nëse ka turp, do me thonë, zemra e tij është e gjallë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, turpi dhe imani janë bashkë me njëri tjetri. Nëse njëri largohet, largohet edhe tjetri. Turpi nuk mund është ti me konë besimtari mirë, marrë s'ka hiç. S'ka marrë për me bo punë të këqija. S'munët.
Thotë mësëm, njëri largohet, për shembull, largohet imani, largohet edhe marrja. Largohet marrja, largohet edhe imani. Për çat njeri është, për çat gjunahi më i rrezikshëm është gjunahi i parë që e bën njeri. A dini pse? Për shembull, dikush i bën gjunahe vazhdimisht, një lloj gjunahi është i lidhur, është i varur, është. Më i rrezikshëm është gjunahi i parë. A dini pse? Se perdën e turpit marrës e prish me gjunahin e parë. Masane ma njeri, për qatë njeri nuk është mirë mi qelë dyrë të gjunaheve, me bo një punë të keqe. Se si ta bëjsh një herë, mëse përzditi nuk ka më ardhë më marë. Gjunahi me i rrezikshëm është gjunahi që banë. Pse është me i rrezikshëm? E njëto, si e bone një herë, si e bone 2 herë, si e bone 3 herë. Si të më thonë, si i treti, si i pari, du të me konë peshori njëtë, ja. Gjunahi i pare prish perdën e turpit. Masane ma njerëzit, atëherë ma ju i bëhet gjunahi tabiat, i bëhet normal. Për qatë nëse ju kujtojt ata dithin që e përmena, në me thonë që e ka përshujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam islamin, ka thonë Allahu ju ka sjell një shembull, në me thonë një rrugë të drejt, anës rrugës janë dimure, në ato dimure ka dirë, në ato dirë janë të lëshuara perde, dhe një thirrës thotë, çdo herë që dikush do me hi në derë, thot uaj hak, thot mirë për ti, mos e qel atë perde, se si ta qelish ki me hi. Ajo është rreziku. Do të thonë ajo është rreziku. Pra, mos me pas njerëzit, e tash njerëzit krejt, a kanë marrë prej Allahut? Jo. Ka dikush marrë prej njerëzve, ama mirë është edhe kjo. Edhe kjo është mirë, që mos me pas njerëzit marrë. Do të thonë, çka s'bajnë, a është marrë mos me majt fjalën? A është marrë me i premtu dikujt diçka? A është marrë, në me thonë, mi hindër hak dikuj, a është marrë mos me respektu më të vjetrin, a është marrë, po, vetë është marrë. Mirë, po dikush e ban për shkak se, në me thonë, këtë cilësi Allahu subhanahu wa taala e shpërblen, dikush e ban se, në me thonë, pi njerëzve. Po në çdo situatë, turpi sjell vetëm mirësi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa ky turpi i cili të shtyn me bën punë të mira dhe të frenon, është si një lloj kapistri. Turpi është si një lloj kapistri, të nalën prej veprave të shëmtuara. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, turpi është prej imanit, el haya'u min al iman. E imani është në xhenet. Turpi është prej imanit, imani është në xhenet. Paturpësia është prej sjelljes së keqe dhe sjellja e keqe është në zjarr. Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, el haya'u min al iman wal imanu fil janna wal badha'u min al jafa wal jafa'u fil nar. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e pa njërin prej sahabëve i cili kishte emrin Ashaj, kur e pa Ashaj el Asariun, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah. Ashaji ishte një njerë, në me thonë, një njeri mirë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ti tha i ke di cilësi të cilët Allahu i do. Edhe përmendi el hilmu wal haya, mençuria dhe turpi. Di cilësi të cilët i do Allahu subhanahu wa taala. E tash parashtrohet pyetja, turpi a është diçka që lind me neve, apo është diçka që përfitohet? E keni pa ka do njerëz Allahu i ka bërë të tillë janë shumë marrëli. Shumë janë të turpsh. Ka dikush s'ka marrë. Në më thonë, edhe në punë të dunjas, ka dikush është shumë i turpshëm. Në më thonë, djetarët thonë, turpi të dikush lind. Mirë po ka disa cilësi të, në më thonë, që kanë të bëjnë me turpin që përfitohet. Dikush e ka, a i ki pa, dikush është për shembull shumë temperament, dikush është shumë sabërli. Këto, në më thonë, esenca e këtyre cilësive, dikush i ka, Allahu e ka kriju të ajë. Po mundën edhe mu përfitu, si sabri. Edhe sabri, për shembull, dikush është sabërli, natyren e ka, tabiatin e ka sabërli, shumë është sabërli. Dikush nuk ka sabërli. Mirë, nëse nuk ka sabërli, a mundet me përfitu këtë cilësi? Se shpesher njerëzit arsjetohen, thonë, për shembull thonë, unë nuk kam sabër.
Nuk ke sabër, po dush me fitu sabër. Thot dikush, ose për shembull marrja. Valla do të unë s'u vjen marrë, unë i them këtë, unë e bëj ata. Jo dush me përfitu ti, dush me u mundu me pas marrë. Këtë cilësi, më thonë qysh, duke njoft Allahun subhanahu wa ta'ala. Se sa ma shumë njeri që është, në me thonë, sa ma tepër që e njef Allahun subhanahu wa ta'ala, aq ma shumë turprohet për ati. Për që të ka thonë për ambesam, istahju min Allahi haqqal hayat. Turprohuni nga Allahu me një turprim të vërtet. Ato i kanë thonë sahabat, ja Rasul Allah, po ne kena turp prej Allahut, thot për ambesam sallallahu alaihi wasallam, jo, s'është për qëllim ma jam. Turpi i vërtet është ta ruajsh kryet, kokën dhe atë që ka mrena. Ta ruajsh barkun dhe atë që lidhet me barkun, do me thonë organet gjenitale. Ti përkujtojsh vdekjen dhe ta përkujtojsh, do me thonë, shpërbërjen e trupave, kalbjen e trupit, që kjo është turpi i vërtet. Do me thonë, me rujt kryen dhe atë që e ke në mendje, edhe mendimet më mundu me rujt. Për qatë nëse vjen dikush për shembull, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse vjen shejtani edhe ta sjell një mendim të keq, ti dush me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ti se di Allahu subhanahu wa taala i di edhe mendimet e tuaja. Allahu subhanahu wa taala i di edhe mendimet e tua. Për çat njeri i cili e njeh sa më tepër Allahu subhanahu wa taala, më tepër i turprohet atij. Gjithashtu prej haditheve që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ajo që njerëzit e kanë mri prej pejgamberllëkut të kaluar, prej pejgamberëve të mëparshëm para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një fjalë ka met njerëzit e kanë transmetuar brez pas brezi. Është nëse nuk ke turp, bën çka të duash. Ky hadith i ka di kuptime, di komentime faktikisht. Një kuptim e kam, po dietarët e kanë dhënë dy, në më thonë, rrugë të kuptimit. Kuptimi i parë është, nëse një vepër nuk është për me të ardhur mare, nëse e ban ata, atëherë e bane. Nëse nuk turprohesh, ban çka duash, e ka kuptimin, puna që do me bën një punë, një veprim, një sjellje të caktuar. Nëse nuk është për mare, bane. Kjo është kuptimi, mirë po kuptimi më i fortë është kërcënim. Do të thonë ti ban çka dush nëse s'ke tur, veç ke me marrë dënimin e Allahut. Kjo është kuptimi më i shumica e dietarëve e kanë çeket. Nëse s'ke tur, ban çka dush, veç ta di se do ta marrësh dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Sa i përket, do të thonë, thot Aisha radiallahu anha, sa i përket asaj se jo çdo turp është i lavdrum, thot Aisha radiallahu anha, Allahu i mëshiroft gratë e ensarve. Turpi nuk i ndaloj, nuk i pengoj ata që ta kuptojnë fenë e Allahut. Shumë prej meseleve të fesë, për shembull çështja e pastrimit, çështja e jetës intime, domethënë njerëzit nuk i dinë qysh merret gusli prej xhunullakut, domethënë rregullat e jetës bashkëtorë. Njerëzit nuk i dinë, sebeb që domethënë ju vjen marrë me pyetje këtu. Çështje që kanë të bëjnë me pastrimin, me xhunullakun, me jetën bashkëtorë. Shumë njerëz nuk i dinë këto, megjithëse këtu nuk duhet me pas marrë. Njeri duhet me vetë. Edhe të muslimanët, për arsye se muslimanët nuk janë një shoqëri që janë të përzim burra e gra, po burrat janë veç, gratë janë veç. Edhe nuk ka marrë, mes burrave ti ma let mundesh me fol, me fol çështje të ndryshme të mesele të fesë. Me kanë gra e burra me një vend është marrana, çështo. Mirë po sido që të jetë një çështje që ka të bëjë me pastërtinë, me ibadetin, me jetën intime, duhet me i ditë ato. Mos me pengu për shembull turpi, me kom pengesë që ti mos me marrë vesh, edhe për ato ka dispozita fetare.
Ka dispozita fetare, ka çka është halal, ka çka është haram, ka që është mekruh, ka që është mubah, kështu me radhë. Për çfarë duhet me mësu njëri? Duhet me mësu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka disa shembuj për këtë, po domethënë s'po i përmeni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dietar kur e përmendin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe në këtë cilësi o kon shumë i dallon. O kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë marrëli, shumë i turpshëm ka qenë. Bile e krahasojnë, ka thonë, sikur se në thonë vajza e pamartume në shtëpinë e saj. Ka qenë i turpshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sikur se vajza e pamartuar, në thonë beqarja, në dhomën e saj, që ashtu ka qenë i turpshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Turpi i tij ka qenë sikur se ndaj Allahut, që ashtu edhe ndaj njerëzve. E kallëzojnë, për shembull, mund të t'i përmeni di raste, që të regon se kjo cilësi e mirë, në më thonë, ka qenë të njeri më i mirë, njeri më i moral shumë që e ka ekzistu. E para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurejshët, kur e kanë rindërtu Qabën, thuhet si i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 15 vjetë. Kur e kanë rindërtu Qabën, se është dëmtu prej shinave, prej erë, edhe në atë kohë, kanë bajt gurzi të randë. E kanë rindërtu Qabën. Po s'kanë mujt me rindërtu që shokon kohën e Ibrahimit a.s. Se Qabja ka njëna onë është gjysëm rreth. E ka për para një pjesë su si gjysëm rreth, i thënë shadërvan, i thënë në për librat e fikur. Qasa i thënë në gjuhën e vjetër shadërvan. So është Qabja, 4 orë, edhe e ka për para, në më thonë ajo është pjesë e Qabës. Që do me thonë se Qabja në kohën e Ibrahimit a.s. s'ka qenë 4 orë, së në formë të kubit, po ka njëna onë ka qenë gjysëm rreth. Mirë po, kurejshitët, të cilët kanë qenë kujdestarët e Qabës, janë kujdes për Qabën. Do me thonë, kurejshitët, dëmtohet shumë Qabja, e rindërtojnë. Edhe si ju kanë mëri parët e pastërta, se kanë dhënë pare, ama veç paret halal. Kjo është para se më ardhë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Do me thonë ata e kanë pasat për Ibrahimit a.s. para 1000 vjetëve që ju ka mejtë se kjo është faltore, është xhami edhe këtë duhet me rujt edhe janë kujdes për ta. Dhe këtë arapi, këtë viseve kanë ardhë në Qabë, kanë bo haxhi. Edhe si ju kanë mëri parët për me bo që kanë bo pak ma të vogël. Për çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma vonë, ju ka thonë. Masi e ka shtliru me, ka thonë Aishës, me konë që njerëzit nuk janë të ri në islam, e kësha pris Qabën, e kësha ndërtu si pas themeleve që e ka ndërtu Ibrahimi a.s. Mira ma pejgamberi sa, ka dasht me e bon ketë, mira ma nuk e ka bon. Pse nuk e ka bon? Sa jo ka konë një objekt shumë me vlerë të madhe të njerëzit. Tash me ardhë pejgamberi Allahut me vaprish Qabën, mase bëhet ajo, do me thonë, si një tradit, kush vjen ai forti, e prishë, ndrejqe, këthen që shokon, edhe kjo fatkeqësisht ka ndodhur mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është prishë, është ndërtu, si pas themeleve të Ibrahimit a.s. mase dikush e ka prishë, e ka këti prapë shokon, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pri, nuk e bani pejgamberi, pse e bani ti? A kuptan? Edhe mirë, po në kohën e kureshitëve, kur pejgamberi sallallahu ishte djaliri, kureshët u organizuan për me rindërtu Qabën. Edhe një prej ative që bajke gurë shumë, ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Axha i tij Abasi, kur e pa kështu të i bajt ato gurt, i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte djaliri, ç'ishte atë pejgamber, normal se pejgamberi Allahu i ka ardhur në moshën 40 vjeçare, siç e dimë, po. I tha, pse se heki zarin, sa do shka kanë majtë. Do me thonë njëheri kanë pas do teshat mrençme, shkurta, mase ne kanë pas i zarin, sikur se i zarin që vesh muhrimi, kër e ban umrën ose haxhin. Edhe ka pas, mase në atë pjesën tjetër. Më thonë me i zar kanë. Edhe i thot aja Axha i vetë Abasi. Thot, pse se heki zarin edhe vënoje që këtu në supe, që kur ta bëjsh gurin, mës me ta dëmtu lëkurën. Sa to gurzit e vrasht. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e hek i zarin, hajde të
punoj që ashtu. Sa ato s'ken këshirë atëherë, do me thonë në gjahiljet. Edhe i bjet fikt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe e përmendin, këtë transmeton këtë hadith Jabir ibn Abdullah. Edhe Bukhariu dhe Muslimi e ka shënu. I bjet fikt, edhe të regojnë se i bjet fikt për marës. Normal, a i s'ka qenë krejt lakuriq, mi po vetëm pse o konë ma shumë se sa që ka nejt normal. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o konë fëmi i dallum të njerëz. Për qatë kur vjen momenti, kur ka ardhur moment, do me thonë i ka ratë fikt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për marës. A i ka desh me mbrojt likurën e vetë, supin e vetë. I bjet fikt. Edhe kur vjen masjeri ndërtojnë qabën, vjen momenti për me bajt është gurin e zi me vëndu në kënd ati, të këndi gurit të zi. Edhe si cëlla familje ka thonë diçka, ne po e vënem gurin e zi. Sa ato guri i zi është diçka i veçantë. është guri gjenetit që na ka të regu për mësa. Nuk është prej kësaj dynjaj. Edhe, do me thonë, ju hin fitili familjeve, edhe përhapet, do me thonë, hasëm lëki, si cëllë ka thonë, jo, une du të abnoj gurin e zi. Une da kapi gurin e zi, du të abnoj atë. Derisa, mirën vesht, se ajo ka zgjatë, rindërtimi, Zoti e di sa ka zgjatë, me java, me muj ka zgjatë, edhe thonë, do t'ja lam që të gjikoje mes nesh, derisa këto kanë qenë duke të diskutu, njeri i parë që do të vije, në me thonë në qabe. Edhe kur vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thonë që do t'ja lona ati, ajni t'apnoj. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paramendo, i ri. I thot, e merr një, do me thonë, një pëlhur, e vënon ngurin e zi, thot, piket familjeve ka një njeri të kapin, edhe ta qojnë, do me thonë, të vendi, edhe pas të e merë për jamësëm edhe vënon ngurin e zi ati. Do me thonë, ju ka lonë një sekret me marë pjesë në ngurin e zi. Nëse kjo është, me thonë, ajo historia, me thonë, nuk është tema jonë me të regu se si është rindër të qabja, por me të regu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një njeri i cili ka pas shumë mare. Një mare që ka lindur me të, po pastaj me thonë që i ka zhvillu edhe një marje që vjen si rezultati fesë. Tjetra, rasti tjetër ka shumë, e përmendin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon në Miraç. Edhe kjo është hadithe të sakta që janë në Buhari. Edhe si që dim, pejgamberi sa është me thonë hadithi shumë i gjatë, se si ka shku në Mesjidul Aksa, pastaj ka shku në lartë në qiell, pastaj ndalet Gjibrili a.s. dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vazhdu, ka shku, ka folë me Allahun subhanahu wa taala. Gjibrili a.s. është ndalë deri në një moment, deri te një vend, që më ka thonë deri çtu edhe s'ka mundësi, unë që e knojnë shumë pastaj edhe në për, do me thonë në për me vlude, në për aseni. Si dhe qoftë, ajo poezia ajo shumë interesant, do me thonë Allahu subhanahu wa taala ja bën obligim 50 namaze. Edhe kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur kthehet, se duke shku në qiellin e parë i takon qiellin e parë, dytin, tretin, katërtin, pestin, gjashtin, i takon disa pejgamber. Për shembull qiellin e parë e takon Ademin alayhis salam. Në qiellin e katërt, nëse s'gaboj se këto i kam lexuar moti, Musa alayhis salam. E takon edhe Idrisin, edhe Isën, edhe Jahjen. Në qiellin e gjashtë e takon Ibrahimin alayhis salam. Kur kthehet prej te Allahu subhanahu wa taala, i thot Musa alayhis salam. Thot, çka obligoi Zoti, çka dha, thot 50 namazë në ditë. I thot Musa alayhis salam, thot s'kam me mujt ummeti it me zbatu, 50 namazë në ditë me i fal. Kthehu dhe lutë Zotin që ta zvogloj numër. Edhe pejgamberi sa kthehet, Allahu ja zvoglon pak, pastaj kthehet. Do të thonë kthehet disa herë derisa Allahu i thot 5 namazë i keni. Të unë nuk ndryshon, thot Allahu me ndihmë, se unë se ndryshoj. Ju i keni 5 apo sa 50 vlerësohen. Se kjo është minimumi. 5 sa 50. Pse 5 sa 50? Se ka edhe ajet kuranor ku thot Allahu subhanahu wa taala kush e bën të mirë, atij i takon 10 fishi. Në 5 namazve që i falna sa 50. Sa 50 namazve e kemi.
Thot Allah, unë se ndrova mendimin, i kini 5 sa 50. Edhe kur vjen prap, masi që kthem disa herë, i thot Musa a.s. Shko, thot, lutë Zotin që edhe këto 5 t'i bëjmë ma pak. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më vjen mare prej Allahut. Nuk mujmë mi kërku diçka ma tepër Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo vjen si rezultati njohjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe imani që e ka pas në Allahun e madhëm. E tash, neve për shembull, çka duhet me na nxit kjo cilësi? Një fjalë kur e folim, një sjellje kur e bëjmë, një takim me njerëz, një premtim, një besë kur e japim, një emanet kur na jepet me rujt. Duhet, domethënë, njeri me pas marrë që mi shkel, domethënë, këto virtite. Dikush ta lën fjalë, ta lën besim një fjalë, ta kallzon një muhabet. Dikush ta lën një send për mi rujt. Dikush e kërkon prej teje një premtim. Dikush meriton, domethënë, një sjellje, dikush për shembull misafirin për shembull. Mos me pas marrë njerëzit nuk e kishin respektu misafirin. A respektimi i misafirit është cilësia e pejgamberëve. Për çfarë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Për shembull, janë shembull. Kush beson Allahun dhe ditën e ahiretit, le ta nderoje misafirin. Kush beson Allahun dhe ditën e ahiretit, le të fol fjalë të mira ose le të hesht, dhe kush beson Allahun dhe ditën e ahiretit, le të sillet mirë me kujshin. Pse se njeri, që s'ka njeri më i rrezikshëm është që ka vdek marrja taj. Për ata më nuk ka më gjënaj. Nuk ka, përsa se njerëzit jetojnë në bazë të disa vlerave. Në bazë të disa vlerave. Për shembull, të sigurie të ecë me dalë dikush, për shembull, me fol fjalë të ndyta, me të shahe, pa kur gjo hiq. Ose a ke vini pas sa keq është, për shembull, ti je të ecë, edhe dikande të dëgjon duke përdor fjalë të ndyta. Ti je për shembull me familje, pa dhe vetë me kon. Shpeshherë njeri, e ninat atë, ligësin ose shëmtin, e paturpsisë që është, të disa njerëz. Njeri sa më pak marrë që ka, qaq më vepra të shëmtume i banë Allahu subhanahu wa taala na udhëzoft në rrugën e tij, na stolist me këtë virtyt, turpin, dhe na i pranoj veprat e mira. Alhamdulillahi rabbil alamin.